Жителите на Голема Речица во Тетово протестираа на наплатната рампа поради тоа што, како што тврдат, нивната земја што треба да се земе за изградба на коридорот 8 се плаќа со многу ниска цена. Вела дека не се против изградба на патната инфраструктура, но цената од 3 или 4 евра за квадратен метар е смешна и неприфатлива. Fusha dhe tokat tona janë multifamiljarëve tanë, janë burimi i jetesës tonë dhe trashëgimia që u lan fëmijëve tanë. Nuk është e drejtë që ato të merren me çmime shumë të ulta nga ana e qeverisë të Republikës së Maqedonisë. Pa marrë parasysh vlerën reale dhe dëmi që shkaktohet pronarëve. Ne kërkojmë kompenzim të drejtë, transparencë nga ana e shtetit dhe të barabartë për çdo qytetar, që përket me projektin e korridorit 8. Sot ne u bëjmë apel në qeveri, deputetëve tonë, që të marrën parasysh këtë iniciativën tonë, për arsye se nuk kemi krah tjetër. Si ministri, si deputetët, duhet marrën parasysh punën tonë, tokat tona nuk mund të paguhen me 3 euro. Vlera e kësaj toke është shumë më e madhe se sa ato gjiminohet. Ne nuk kemi kundra korridorit, kundra zhvillimit, kundra njëmë, por ne ta vlerësojmë tokën. Sa vlen, kjo nuk është kategoria e tokës numër 5-6. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e parë ka tjetër shtëpi. Ne nuk jemi në mal, jemi në fushë. Nëse e marrëm të mbellim 1 metër katror tokë, do t'japim një produkt i cili i jep 240 denar. Ajo një herë do të mirët dhe më nuk kthehet. Edhe unë jam qytetari i këtij vendi. Kur kaloj këtu te rrugë edhe unë paguaj 30 denar. Për ato në ai mu nuk më thosë unë të këmë marrë taj tokën e në taj dhe të lishyrën taj një jetën të të kalojsh. Жителите велат дека еден квадратен метар за 3 или 4 евра е неприфатлив за нив, додаваат дека со каква било земјоделска култура, вредноста на плодот што ќе се одгледа ќе биде повисока од компензацијата што им се нуди за експроприација.